Si pasojë një shkëndije elektrike, dyshohet në kabullin e paneleve diellore, por ende nuk është konfirmuar zyrtarisht nga grupi hetimor. Ajo që është konfirmuar nga policia e Tiranës dhe nga grupi hetimor dhe ekspert të shërbimit zjarfikës, është fakti që zjarri shkaktuar si pasojë e një shkëndije elektrike. Zjarri ka nisur në orën 19:03 të mbrëmjes së djeshme. Disa prej subjekteve kanë qenë të mbyllura, por ka pasur prezencë edhe të pronarëve të subjekteve dhe dyqaneve në momentin që ka nisur shkëndijet e para të zjarrit. Në vendngjarje kanë ardhur mënyrë shërbimet zjarfikse, në ndihmë kanë ardhur shërbimet zjarfikse edhe nga Kamza dhe nga Elbasani, por ka qenë e pamundur pra shuarja e flakëve dhe dëmet janë kolosale në bizneset dhe subjektet pra në tregun pra në zonës së 5 Majit. Në fakt bëhet fjalë për mbi 100 subjekte dhe dyqane të marra me qira, pasi janë kapanona të gjitha të marra me qira, ku shumë pronarë pra ushtronin aktivitetin e tyre. Ajo që ka pasur në fakt një problem ka qenë momentet e para të zjarrit, ku shumë pronarë të subjekteve në pjesën pas shpinës time, është duket nga pamjet e drejt për drejta që përcjell operatori A2CNN Sokol Qafleshi, disa prej pronarëve të subjekteve kanë dashur të nxjerrin mallin nga dyqanet e tyre, por nuk janë lejuar nga policia e shtetit për shkak sepse ata kanë dashur të heqin mallin e tyre për të mos u djegur, pasi zjarri fillimisht ka nisur në pjesën e pasme të tregut, pra jo në vendin ku jemi ne vendosur aktualisht, por në pjesën tjetër të pasme, ku nisi dhe shkëndija e parë elektrike. Pjesën e pasme Igli, në ato subjekt, në ato zonë që ka nisur zjarri? Në momentet e para nuk ka pasur, por më pas janë afruar pronarë të subjekteve të tjera dhe kanë lajmëruar shërbimin zjarfikës dhe policinë e shtetit, cilët kanë ardhur në vendin e ngjarjes për të shuar flakët e zjarrit, por ka qenë e pamundur. Madje edhe në mëngjesin e sotëm disa vatra zjarri u aktivizuan, por tashmë fatmirësisht ka nisur rreshtet e dendura të shiut dhe zjarri është drejt shuarjes përfundimtare, por dëmi është